Shikohet në ruarimi takuar si çdo ditë në Mani Report, unë jam Genta Dobra, do t'jemi së bashku në minutat në vijim për të njohur edhe me zhvillimet kryesore deri më tani. Fillimisht do të shohim shkurt lajmet përtej ekonomisë. ABC News ka siguruar pamje të tjera të dhunës së ushtruar mbrëmjen e 3 majit nga kandidati i Partisë Demokratike Bledion Albati dhe i vëllai i tij ndaj një shoferi kamioni në Bilisht. Në pamje shihet kandidati Berishës që edhe në praninë e policisë ngjitet në kabinën e shoferit për të goditur sërish atë. Për këtë ngjarje, policia nuk nisi procedim për deputetin demokrat, ndonse në video shihet qartë dhuna e tij. Në 2 ditët e fundit kanë bërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe 5.000 vota të tjera nga Greqia. Në ditët e mbetura deri në 11 maj ka ende kohë që emigrantët nga ky vend të dërgojnë votën e tyre në Shqipëri. Ndërkaq Partia Demokratike me një shkresë i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve audit të logjistikës së transportit të dorëzimit të zarfeve nga Shqipëria në Greqi dhe anasjelltës. Partia Demokratike ankohet për shkelje të konstatuara sipas saj në këtë proces. Gjithçka është gati për konklavën që do zgjedh papën e 267 në historinë e Kishës Katolike. Këtë të mërkur, 133 kardinalet nga 66 vende nga gjithë bota do të hynë në Kapelën Sistine. Tymi i parë pritet në orën 19, i cili sipas mediave italiane me siguri do të jetë i zi, pasi kurrë nuk është zgjedhur një papë menjëherë që në votimin e parë. Do të shohim tani me gjërësi zhvillimet nga ekonomia. Normat e interesit u lehtësuan ndjeshëm gjatë vitit të kaluar, teksa kredia për ekonominë është rritur me ritme të shpejta. Sipas Bankës së Shqipërisë, normat për kredit në lek rezultuan në 6.9%, ndërsa ato në euro në 6.1%. Ndërkohë që gjatë këtij viti, Banka e Shqipërisë nuk ka ndërmarrë asnjë ndryshim të normës së interesit, edhe pse inflacioni ka vijuar të qëndrojë në nivele të ulta. Kreditimi ka pasur një shtysë pozitive gjatë vitit të kaluar si për bizneset edhe për individët. Kjo është ndikuar jo vetëm nga ecuria e ekonomisë, por edhe prej lehtësimit të normave të interesit. Sipas Bankës së Shqipërisë, norma mesatare e interesit për kredite reja gjatë vitit të kaluar rezultoi 6.6% dhe pa ndryshuar gjatë periudhës. Për kredite reja në lek, ky tregues ishte pak më i lartë dhe rezultoi 6.9%, ndërsa për ato në euro 6.1%. Sipas vrojtimit me bankat lidhur me aplikimet për kredi, rezulton rritje e numrit të tyre e drejtuar kryesisht nga sektori i individëve, por edhe i ndërmarrjeve të vogla e të mesme. Në muajt korrik dhe nëntor të vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit duke e çuar atë në 2.75%. Gjatë këtij viti, Banka Qendrore ende nuk ka marrë asnjë vendim për uljen e normave të interesit, edhe pse inflacioni ka vijuar që të qëndrojë nën objektivin prej 3%, ndërsa teprisja e kredit bankare u zgjerua ndjeshëm gjatë periudhës në terma vjetor. Në fund të vitit, stoku i kredisë arriti në 830 miliard lek, nga të cilat 460 miliard lek janë kredi të dhëna në monedën vendase. Në terma relativ, kredia u rrit me 5.4% në krahasim me 6 muaj më parë dhe me 12.8% ndaj një viti më parë. Rritja e kredisë është vënë re në 2 sektor, si për individët edhe për bizneset në monedat kryesore në lek dhe në euro, por ka qenë më e dukshme në portofolinë e kredive afatgjata. Kredia e re akorduar nga bankat gjatë periudhës ishte 200 miliard lek ose 10% më shumë se sa kredia e re e raportuar gjatë secilit prej 2 gjashtë mujorëve paraardhës.
Ecuri pozitive ka pasur kreditimi edhe në muajt e parë të këtij viti. Kredia për ekonominë shqiptare ka marrë hovë sidomos gjatë pranverës dhe të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në mars bizneset dhe individët kanë marrë më shumë hua. Bankat e nivelit të dytë kanë aprovuar gjatë marsit 36,2 miliard lek ose 6,2 miliard më shumë nëse e krahasojmë me një vit më parë. Mirë, do ndalemi për diskutuar më shumë në lidhje me këtë çështje, me situatën, po themi, të kreditimit të ekonomisë. Vetëm gjatë muajit mars, sistemi bankar ka disbursuar 36,2 miliard lek, një shifër e lartë, më shumë se 20% se krahasuar me marsin vitit kaluar, ndërkohë dhe si raport 3 mujor, kreditimi për ekonominë është rritur me ritme të shpejta, 17% më shumë se sa 3 mujor i parë i vitit të kaluar, duke qëndruar kështu në nivelet më të larta historike sa i takon periudhës së parë të vitit. Por në fakt ka pasur një rritje të kreditimit sigurisht veçanërisht nga segmenti i individëve dhe nga ana bizneseve ka qëndruar në nivele të larta, megjithatë ka qenë me ritme më të ngadalësuara. Por për çfarë po marrin kredi qytetarët edhe bizneset? Sa ka ndikuar normat e interesit, kur ndërkohë bankat duket se po tregohen edhe më të kujdesshme, pasi edhe shkalla e refuzimit është rritur njëkohësisht teksa është zgjeruar kredia për ekonominë. Diskutoj gjitha këto çështje me zotin Adrian Civici, ekspert për ekonominë, profesor, si gjithmonë kënaqësi ju kem në Money Report. Përshëndetje. Profesor, ju ndoqët edhe nga kronika që ne sapo transmetuam, po dhe nga dhënat që tashmë jeni njohur nga Banka e Shqipërisë, duket i përshpejtuar ritmi i kredidhënies në vend. Si ti analizojmë? Parë në një këndvështrim përgjithshëm është një tregues pozitiv, sepse shtimi i kredidhënies në një vend lidhet shumë me besimin në ekonomi, me besimin në zgjerimin e ekonomisë shqiptare dhe me një lloj garancie që kanë qoftë individët, qoftë bizneset, që investimet do jenë suksesshme pavarësisht nga vendi ose nga sektori ku ato përdoren mbasi të merren si kredi. Dhe natyrisht shifrat e fundit janë shifra optimiste, parë dhe në një aspekt më të gjerë, jo thjesht si analizë e disa sektorëve ose disa kategorive, qofshin këto bizneset të mëdha, të mesme apo të vogla apo individ, por si një financim në një shkallë më të gjerë i ekonomisë shqiptare, i zgjerimit të saj dhe i zgjerimit të konsumit, meqense një pjesë e konsiderueshme e kredive të reja janë marrë edhe për konsum, qoftë për mallra të qëndrueshme ose për mallra të paqëndrueshme, siç evidentohet dhe nga raporti i Bankës së Shqipërisë për këtë qëllim. Po ka një rritje në fakt, sidomos për blerjet të banesave, do të thotë se qytetarët nuk janë pesimistë, nuk po frenohen për të bërë blerjet më dha. Tregu i pasurive të palujshme, veçanërisht i banesave, po jo vetëm, është një treg që po zgjerohet vazhdimisht dhe kjo përputhet edhe me vetë zgjerimin e sektorit ndërtimit, që është bërë një nga sektorët më të rëndësishëm, një lloj lokomotive bashkë me turizmin e rritjes ekonomike në Shqipëri dhe e zgjerimit të ekonomisë shqiptare. Natyrisht kur bëhet fjalë për kredit, tregu i banesave, po jo vetëm i pasurive të palujshme në përgjithësi, rezultojnë që të jetë ndër vendet e para si preferencë, në radhë parë për individët, qoftë ata që janë rezident në Shqipëri ose blerje që bëhen nga shqiptarë që jetojnë jashtë, blerjet e të cilëve kanë qenë në rritje gjatë gjithë kësaj kohe, po dhe bizneset në një kuptim më të gjerë për sa i përket zgjerimit të infrastrukturës, ambienteve prodhuese apo gjithçka që ka të bëjë me termin ndërtim në përgjithësi, ka ardhur në zgjerim. Dhe në fakt nga statistikat rezulton që ngelet një nga sektorët ose veprimtaritë ose aktivitetet ku një pjesë e rëndësishme e kredisë së re është orientuar. Së bashku me turizmin, duhet thënë, profesor, është bumi që ka marrë sektori gjatë këtyre viteve që po nxit edhe sipërmarrjet të shtojnë investimet? Po patjetër, dhe turizmi është sektor që shtimi i numrit të turistëve, kalimi më shumë se 11.5 milion. Pritshmëritë që këtë vit ky numër të jetë akoma dhe më i madh dhe në fakt shenjat janë që
ka filluar edhe më herë dhe po bëhet një turizëm gjithëvjetor, që nënkupton një hap më cilësor në zhvillimin e sektorit turizmit, natyrisht që duhen shoqëruar me investimet përkatëse, sepse oferta jonë turistike ka pasur dhe vazhdo të ketë dhe në raste të veçanta disa mangësi për sa i përket zbatimit cilësive standardeve dhe diversitetit ose shumëllojshmërisë së shërbimeve turistike që ne ofrojmë. Dhe natyrisht qoftë individët, qoftë edhe bizneset kanë reaguar ndaj kësaj situate duke marrë kredi për ta përmirësuar këtë ofertë turistike, për ta zgjeruar atë, për ta bërë më cilësore në mënyrë që të shkojnë si thua në të njëjtin hap me rritjen e kërkesës për zhvillimin e sektorit turistik në Shqipëri. Dhe natyrisht edhe bankat janë më të predispozuara për ta ofruar këtë lloj kredie, për këtë lloj klientele, sepse 3-4 faktorë që ndikojnë në përqindjen e kredisë dhe në lehtësimin me të cilët merret një kredi, natyrisht nga më kryesorët është edhe besimi që ka edhe sistemi bankar, që kemi të bëjmë me një sektor në ekspansion, me një sektor ku financimet janë më të sigurta për sa i përket faktit që mos kthehet në kredi të keqe, pra të shlyhen siç ndodh për shembull me bujqësinë që është shumë ekspozuar. Po, për një sektor ku ka dhe politika të qarta qeveritare që do mbështetet për të bërë një sektor motor i ekonomisë shqiptare, dhe natyrisht po të shtojmë këtyre edhe faktorët e tjerë, do thoja më teknik, që kanë të bëjnë me normën e ulët të interesit që ne kemi, po dhe normën e ulët të interesit të euros, që bëhet fjalë për Euriborin, cilësinë e kredi kërkuesve, funksionimin shumë të mirë të librit të regjistrit kombëtar të kredimarrësve, që natyrisht është një element verifikues për sa i përket cilësisë atyre, po mbi të gjitha edhe cilësinë e planeve të biznesit në emër të cilave kërkohet kjo lloj kredie. Pra, të gjithë këta faktorë bashkë natyrisht që kanë ndikuar në këto dy fenomene, edhe në zgjerimin e kredisë në përgjithësi, por edhe një zgjerim më të shpejtë, do thoja, për sa i përket kredisë në sektorin e turizmit dhe sektorin e ndërtimit që sapo përmendëm. Megjithatë, profesor, pavarësisht rritjes së shpejtë të kreditimit, duket se bankat perceptojnë një rrezik të shtuar, sepse norma e refuzimit për kredit është rritur ndjeshëm. Lidhet kjo dhe me faktor të jashtëm, apo është dhe prag, fushata, zgjedhjet, domethënë dhe faktor të brendshëm, si e shikoni ju? Bankat gjithmonë kanë qenë shumë të vëmendshme, kanë një strategji specifike për menaxhimin e riskut, pra për mënyrën se si me çfarë filtrash i pranojnë apo i refuzojnë kërkesën për kredit e reja, edhe aty kanë një sër standardesh që lidhen edhe me cilësinë apo me historikun e atij që kërkon kredi, lidhen me cilësinë e planeve të biznesit, lidhen me gjendjen dhe parashikueshmërinë e gjendjes së sektorit në periudha afat shkurtra dhe afat mesme, si e curi, nëse është një sektor në zgjerim, një sektor në stagnacion apo një sektor me probleme, dhe natyrisht bëjnë edhe gjithë llogaritë e tjera që kanë të bëjnë pastaj me sa aftësi sa garanton ky kredi kërkues që të shlyej në kohë, si është pjesë e këtij regjistri kombëtar të kredi kërkuesve, po dhe përgjithsisht siç ka deklaruar shpesh edhe Banka e Shqipërisë, përqindja e kredive të këqija, ose atyre kredive jo performante që mund mos lyhen në kohë apo konsiderohen dhe të humbura, në Shqipëri ka ardhur vazhdimisht në ulje dhe tani është në nivelet më të ulta historike minimal që ne kemi pasur ndonjëherë. Gjitha këta faktorë bëjnë që edhe portofoli kredis të zgjerohet. Po mos harrojmë nga ana tjetër që edhe potenciali që kanë bankat në Shqipëri, për sa i përket mundësive për të dhënë kredi, në raport me stokun e depozitave apo tregues të tjerë që kanë të bëjnë me kapitalin e tyre, ka ardhur në rritje, kështu që bankat janë në një farë mënyrë të detyruara edhe e kërkojnë edhe vetë këtë lloj strategjie që të kenë mundësi të japin sa më shumë kredi, natyrisht pa shkelur ato standardet
kualifikuese ose skualifikuese që ka çdo person apo institucion që kërkon apo biznes që kërkon kredi. Dhe natyrisht edhe politikat e reja që kanë të bëjnë me kolateralin, për mënyrën se si vlerësohet apo standardet tjera të kredis me elementet e vlerësimit të riskut, kanë qenë pozitive, si thosh, ose favorizuese për të stimuluar rritjen e stokut kredive, gjë që verifikohet edhe në këto 4 muajt e parë të vitit 2025. Profesor, para se presidenti Trump të zgjidhej sërish në krye të shtëpisë së Bardhë, dukej sikur bankat qendrore kishin arritur një lloj fitore që ta frenonin inflacionin dhe po mendonin ndoshta edhe për të lehtësuar normat e interesit për të dhënë frymarrje ekonomisë. Banka qendrore e ndjek këtë praktik dhe ka bërë disa ulje radhazi të normës të interesit. Rezerva Federale nga ana tjetër shumë më e kujdesshme ka pasur dhe përplasje me presidentin Trump pikërisht se nuk ka ulur normat e interesit. Ndërkohë Banka e Shqipërisë vendos sot sërish në mbledhjen e radhës nëse do të ketë apo jo një ulje të normës të interesit për të lehtësuar më tej kushtet e kredimarrjes nga bizneset dhe qytetarët. Në këndvështrimin tuaj në kushtet që Shqipëria është tani, mund të presim një lehtësim politikës monetare nga ana e Bankës së Shqipërisë apo është ende herët për të folur për këtë? Jo, duke parë në vazhdimësi vendimarrjen e Bankës së Shqipërisë për sa i përket politikës monetare, në radhë parë në raport me inflacionin, i cili ka qenë dhe objektivi kryesor ku është bazuar vendimarrja e politikës monetare në muajt e fundit, mendoj që nuk besoj që do ketë një ulje apo ndryshim të kaut politikës monetare në këtë momente, megjithëse inflacioni është në nivelet pjesës poshtme të objektivit të Bankës së Shqipërisë, pra rrotull 2.1%, po të kemi parasysh që objektivi është 3% që po me një normë tolerance plus minus 1%. Mendoj që akoma nuk është momenti duke analizuar dhe një sër faktorësh të tjerë që ne të vijojmë ose me ulje të tjera të normës bazë të interesit, ose me një fillim të ndryshimit të kaut politikës monetare, duke filluar një rritje graduale të saj. Kështu që besoj që edhe vendimarrja më e fundit do të jetë një mos ndryshim i normës bazë të interesit për të pritur nëse do ketë ndryshime të faktorëve tjerë. Kjo shkon në të njëjtin kohë edhe me vendimarrjen e politikës Bankës Qendrore Europiane, e cila vazhdon në një kohë ulës të normës bazë të interesit, por edhe në Eurozonë niveli i inflacionit duket më i stabilizuar dhe më pak i rrezikuar për të ndryshuar si pasojë e zhvillimeve të fundit ekonomike dhe financiare. Ndërsa situata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është pak më ndryshe, është më ndryshe për faktin që Federal Rezerva nuk ka si objektiv vetëm inflacionin, po e ka gjithmonë të bashkëqyruar me rritjen ekonomike dhe me nivelin e punësimit, dhe nga ana tjetër politikat e fundit të administratës Trump për sa i përket tarifave doganore, po dhe përgjithsisht çka po ndodh me luftën tregtare edhe monetare që po zhvillohet sot midis, si thoshe, më të mëdhejve të planetit, ekonomive më të fuqishme të planetit, natyrisht që kanë shtuar rrezikun e rritjes inflacionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e rrezikut për një recesion, qoftë edhe të shkurtër ose jo aq fortë sa mendoi në fillim, dhe vetë administrata Trump vazhdimisht ka bërë, po themi, kërkesa ose presione direkte apo indirekte ndaj Federal Rezervës që të vazhdojmë me uljen e normës bazë të interesit, që do ishte një mënyrë për ta mbështetur si thosh këtë politikë ekonomike dhe tregtare që po ndërmerr presidenti Trump. Po të gjithë shenjat janë që reagimet më të fundit që nga Federal Rezervi që dhe këtë radhë dhe këtë moment nuk do ketë ndryshim të normës bazë të interesit të dollarit për të vazhduar dhe për të pritur akoma për të analizuar nëse ekzistojnë të gjithë faktorët e domosdoshëm që ky vendim të merret. Do të kemi mundësi që të ndjekim gjitha këto zhvillime edhe në vijim. Profesor Civici, ju falenderoj shumë që ishit sot me mua në Money Report. Faleminderit dhe juve.
Mirë, do të shkojmë tani në një lajm të minutave të fundit, pasi është hyrë afati i vlefshmërisë për dokumentet e identitetit që skadojnë deri në 11 maj. Lajmin e ka bërë me dije vetë Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha në një reagim pas mbledhjes së zhvilluar të qeverisë, ku thotë se në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave janë miratuar edhe 2 akte shumë të rëndësishme për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë të dokumentave të identitetit, të cilave u ka skaduar ose u përfundon ky afat më 11 maj 2025 për shtetasit me vëmbanim brenda territorit të Republikës të Shqipërisë. Nga një analizë të dhënave rezulton se janë një numër i konsiderueshëm shtetasish me të drejtë vote, të cilëve u ka kaluar apo u skadon afati i vlefshmërisë së letër njoftimit elektronik dhe pasaportave biometrike deri në 11 maj. Këto janë dokumente domosdoshme, sigurisht për të marrë pjesë edhe në procesin e votimit në zgjedhjet e 11 majit. Miratimi i akteve normative merret me qëllim garantimin e të gjithë shtetasve për të votuar pa pengesa, shkruan Ministri Hoxha në prononcimin e tij. Pra, zgjatet ky afat deri më 31 maj 2025. Të gjithë qytetarëve që u skadojnë dokumentat e identifikimit nuk do të humbasin të drejtën për të votuar, pasi afati për rinovimin e tyre do të shtyhet sipas vendimit fundit të qeverisë më 31 maj 2025. Ndërkohë, së fundi subjektë politike kanë kërkuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve edhe Ministrisë së Brendshme dhe Këshillit të Ministrave dhe shtyrjen pra për to dokumente të skaduara që do të kenë mundësi pikërisht të rinovohen pas datës 31 maj, duke ju dhënë kështu mundësi të gjithë qytetarëve që të marrin pjesë në zgjedhjet e 11 majit. Ndërkohë do të shohim së bashku të tjera zhvillime. Shqipëria po transformohet në një destinacion të kërkuar për pushimet e kësaj vere. Huffington Post, filiali portugeze, cilëson vendin ton një zgjidhje gjithnjë e më popullore për të vizituar nga udhëtarët. Vlerësohen plazhet e mrekullueshme, historia, kuzhina ballkanike, por edhe siguria e vendit. Shqipëria po tërheq gjithmonë më tepër vëmendjen e turistëve të huaj. Huffington Post, i cili operon në Portugali, ka cilësuar vendin tonë si një destinacion shumë tërheqës për pushime, veçanërisht duke pasur parasysh se nuk është i mbipopulluar. Me plazhe kristalore, qytete historike, male madhështore dhe një kulturë të pasur e mikpritëse, Huffington Post rekomandon se vendi i pa eksploruar ballkanik është një zgjedhje gjithnjë e më popullore për ata që kërkojnë të udhëtojnë me buxhet të kufizuar. Turistët mund të sigurojnë ushqim të shijshëm me 5 euro, e po ashtu edhe fjetjen me 10 euro. Kuzhina ballkanike e frymëzuar nga dieta mesdhetare dhe tradita ballkanike ofron produkte lokale si djathra, vaj ulliri, mish e ëmbëlsira të papërballueshme si baklavaja. Po ashtu në shkrim vlerësohet mikpritja e shqiptarëve, si dhe siguria e vendit e cila konsiderohet me shkallë të ulët krimi. Me ndikime të forta greke, romake dhe osmane, historia e Shqipërisë është shumë e pranishme në arkitekturën e saj, thuhet në shkrim. Xhamit, kishat dhe kështjellat ilustrojnë diversitetin kulturor dhe fetar që shënon identitetin e vendit. Nëse jeni duke kërkuar një destinacion evropian me peizazhe natyrore, kulturë të pasur, ushqim të mirë dhe mbi të gjitha çmime të përballueshme, Shqipëria mund të jetë zgjedhja perfekte për pushimet tuaja të ardhshme, rekomandon Huffington Post. Shqipëria ka pritur rreth 1.6 milion turistë huaj në periudhën janar-mars. Sipas të dhënave të Instat, për gjatë muajit mars, peshën kryesore të turistëve të huaj që kanë vizituar vendin ton, në rreth 95% janë evropian, 80% i përkasin Evropës jugore dhe 7% asaj perëndimore. Vlen të përmendet edhe dyfishimi i numrit të vizitorëve nga Afrika e Azia, një tregues i qartë i rritjes së interesit nga tregjet jo tradicionale. Tur operatorët kanë pritshmëri optimiste për sezonin e verës, ndërsa prenotimet pothuajse janë përmbyllur në pjesën më të madhe të strukturave akomoduese. Ishte e gjithçka për Mani Report. Zhvillimet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare duke klikuar në abcnews.al, po ashtu informonin Korali në Valet Radios në frekuencë 105. Më bashkë do ndajemi këtu, pas pak vjen kolegja Jeta Kasemi.